الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد falëndrimi qoftë Allahut Azza wa Jall, salavatet dhe selamet tona qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: Ja ejuhalladhina amanu, o ju që besuat, apo o ju besimtar, anfiqu mimma razaqnakum, thot japni nga ajo që ne u kemi dhënë juve, min qabli an ya'tiya yawm, para se të vjen një ditë, la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a, para se të vjen një ditë, para se të vjen dita e gjykimit, ditë në të cilën nuk realizohet me shitblerja, edhe nuk ka mitësie, edhe nuk ka ndërmjetësim. Wal kafiruna hum adh-dhalimun, dhe ata që kanë mohu Allahun dhe kanë qenë pabesimtar, ata janë zullumqarët dhe ata do ndëshkohen me ndëshkimin më të rënd në ditën e gjykimit. Pra ky ajet kuranor, vëllezër të nderuar, është dhe ky urdhër i Allahut subhanahu wa ta'ala është mëshirë për besimtarët dhe është mëshirë për njerëzit, për arsye se porosit Allahun e të që të nxjerrët të jepet një pjesë e pasurisë, pra të tregohet mëshirë për tjetrin, të tregohet mëshirë për atë i cili ka nevojë. Pse themi është mëshirë? Për arsye se në ditën e gjykimit, ashtu siç je treguar dhe ke pasur rahmet dhe mëshirë për dikë, Allahu xhallahu ala do ketë rahmet dhe mëshirë për ty. Dhe në ditën e gjykimit, njeriu nuk do i vlen shoqëria e tij, e as pushteti i tij, e as të afërmit e tij, pra nuk do i bëjnë debi. Mirë po do i bën vetëm aja që e kanë zjerë sadakon për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra do ketë nevojë edhe për një sevap, sa therminja për një mirësi të vogël do ketë nevojë ditën e gjykimit. A ditë kur, vëllezër të nderuar, njerëzit do kenë dëshirë me dhonë si kompenzim krejt tokën, edhe gjithë çfarë gjendet në të vetëm për të shpëtuar prej ndëshkimit dhe dënimit të Allahut. Prandaj, ai i cili e ka shtrit dorën ti në këtë dynjë, ai i cili ka dhonë prej pasurisë që Allahu azza wa jalla ka dhonë këtë dynjë, Allahu xhallahu ala ka më shpërbly ato. Allahu azza wa jall nuk me ja humb shpërblimin atij, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ka me ndëru ato. A ditë kur kanë mu poshtruhe dhe kur kanë mu nënçmuar shumë njerëzi, Allahu na ruajt. Thot Allahu azza wa jall gjithashtu në Kur'an: Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba. Thot shembulli atyre që e dhonë, e nxjerrin pasurinë e tyre në rrugën e Allahut, është sikurse shembulli një fare.
embetet seb'a senabile, thot aja thorë nga e cila mbin 7 kallim, fi kulli sumbuletin mi'atu habbe, e në set cilin kallim gjindën 100 kokra. Wallahu yudaifu limen yasha. Allahu ja shumë fishan pasurin ati që dënë. Wallahu wasi'un alim. Nga se Allahu jep shumë. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala në bazë sinceritetit dhe njetit të njeriut se se ja pasurin, Allahu xhallahu ala dhe ja shumë fishan pasurin e tina. Dhe gjithashtu thëtë Allahu azza wa jalla në Kur'an, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Thë dhe qka do që jepni prej pasuris, aja është për vetën tuaj. Pra aja është për ty. Dhe thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wa d-darra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Dhe ata të cilët e nxjerrin pasurinë e tyre dhe dhajnë në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, sikur kur janë në bollëk dhe sikur kur janë në gjendje të vështirë, dhe të cilët të frenojnë vlefin e tyre, dhe janë ata të cilët u afolin të këqija që u kanë bërë njerëzit. Allahu azza wa jall për këta njerëzit thot, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Thot për këta dhe për këto kategori që një prej tyre përmenet ai i cili jep në rrugën e Allahut, atëherë thot do kenë falje nga Zoti i tyre, do kenë shpërblim të madh nga ana e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe ata Allah do i vendos në xhenete në të cilat rrjedhin lumen, wala ni'mal ajrul 'amilin. Dhe sa shpërblim i mirë është ky për ta që e kanë vepruar në jetën e kësaj bote. Pra sa shpërblim i mirë do jetë për ta xhenetet e Allahut, Allahu na bëj prej tyre. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, la khayra fi kathirin min najwahum. Thot nuk ka hajër në shumë bisedat e fshehta që i zhvillojnë njerëzit, illa men amara bi sadaqat. Mirë pa Allahu përjashton, thot përveç atyre që urnojnë me dhon sadak. Pra kjo bisedë është e hajrit, kjo bisedë është e mirë, kjo bisedë është për atyre bisedave që i dënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra illa men amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bejnë nas. Përveç atyre dhe që urnojnë dhe nxisin njëri tjetrin me dhon sadak, e nxisin njëri tjetrin për punë të mira, dhe e nxisin njëri tjetrin në pajtimin mes njerëzve. Pastaj Allahu azza wa jalla thot vazhdim, wa man yaf'al dhalika ibtigha'a wajhi Allah, dhe kush i vepron këto duke pas për qëllim dhe synim me arrit kënaqësinë e Allahut, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima, dhe ne do i shpërblejnë ata me një shpërblim shumë të madh. Pra vëllezër të nderuar, të gjitha këto ajete dhe ajete të tjera të cilat kanë orë në librin e Allahut azza wa jall, pra që janë fjalët e Allahut te bareke ve teala, e fjalë të cilat duhet të madhrohen në zemrat tona, i nxisin besimtarët që t'ja shtrin dorën njëri tjetrit dhe t'i ndihmojnë njëri tjetrit dhe të ndajnë prej pasuria, nga pasuria e tyre që Allah azza wa jall ja ka mundsuar që ata me pas në dorë, tamam siç thot Allahu, fa atuhum min mali llahi alladhi ataakum, dhe japni nga pasuria e Allahut që u ka dhënë juve. Pra atë pasuri që e ki në dorën tënde, mos harro se është prej Allahut xhelalu ala. Ta ka dhënë në dorë për me të sprovue, se apo jap në rrugën e Allahut azza wa jall, apo po e përdor atë pasuri me luftu dhe me i bëj gjuna Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke u betuar për 3 gjëra, dhe njëra prej tyre thot, ma naqasat sadaqatun min mal, thot pasha Allahun thot kur sadakaja, kur lëmosha nuk e ka paksuar pasurinë. Dhe thot Allahu xhelalu ala në një hadith që njihet si hadith qudsi, e që transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Allahu, sa Allahu ka thonë një ibn Adem, ka thonë o biri Ademit, anfiq unfiq alejke, thot jap në rrugën e Allahut, nëse don unë ty me të dhon, po nëse don me të dhon Allahu xhelalu ala, do është mi shtrit dorën ndaj tjerëve,
Dhe gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, ittaqun nar, thot kini dru zjarrit apo runu pe zjarrit xhenemit, wala bi shiqqi tamra, thot qof vetëm me gjys hurme. Pra nëse s'ki mundësi as gjys hurme, atëherë me një fjalë të mirë, me ju friksu e zjarrit, me ju friksu e xhenemit, Allahu na rujt. Edhe gjithashtu thot pejgamberi alayhi salam në një hadith, was sadaqatu burhan, dhe sadakoja është argument. Pra sadakoja do jetë argument e imanit tënd, se a ke dhonë për Allahun xhelalu ala dhe a ke ndihmu për Allahun subhanahu wa taala. Vëllezër të nderuar, sa i përket argumentet që kanë ardhur për shirtin e sadakos janë të shumta nga gjuha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ndëgjon një hadith që transmeton Imam Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, përderisa një njeri thot ishte duke kaluar në një shkretëtir, thot idh sami'a sautan min as-sahab, thot kur japo ndëgjohet një zau prej rreve, pra prej rreve po del një zau, dhe po thot vadit në kopshtin e filanit, po përmend emrin e tina, dhe pastaj thot ky personi i shikova thot rat se si u mbledhën dhe u tubuan, dhe pastaj filloi me ra shi. Dhe shi u rathet në një gurin, dhe ato thot u formu një vad, u formu një kanal, dhe ky po e përcjell shiun, po përse kërtë dëgjuar diçka të çuditshme, dhe pastaj po përcjell ujin se ku po shkon. Dhe atje në fund të kopshtit pe gjan një person me lopatën e tij, që ja aviste dheun, dhe pastaj uji futej në kopshtin e tij. Edhe ky po afrohet dhe po i thot o filan, thot me smuke, thot si quhesh, thot filani. Tamam, do më thonë ai emri po përputhet që kishte ndëgjuar prej rreve. Thot pse më pyet thot për emrin. Thot pasha Allahun e madh, thot unë jam udhëtar thot në këtë rajon. Edhe thot i ndëgjova një zau prej rreve. Dhe tha vadit në kopshtin e filanit. Pastaj e por se si filloi me ra shiu, pastaj si u mbla në kanalin, vadën dhe erë deri të këti. Pastaj erdhi thot me këshyr çështjen tënde se çka bën ti me kopshtin tënd. Dhe ai po i thot vëllezër të nderuar, thot vallahi, thot unë me kopshtin tim veproj kështu, thot sa herë del prodhimi i kopshtit, 1/3 e ndoj sadakatët, dhe japi zakatin për Allahun xhelalu ala. Thot 1/3 tjetër e ndoj për familjen, dhe 1/3 tjetër thot e lathet për riprodhim dhe për me përmbilla me shtu kopshtin e kështu me radhë. Pra Allahu xhelalu ala shikoni ka bërë keramet për këtë personin i cili ka dhënë prej pasurisë së tij dhe ka ndarë për të varfrit. Prandaj vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala na tregoi pra nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregoi këtë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet për vetëm shpallje, dhe ato që ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është hak, nga se Allah thotë wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dhe ai nuk flet për vetëm shpallje. Dhe ngjajsh me vëllezër të nderuar me këto që ndëgjuat prej hadithit, ka ndodhur në vitet e 60 në Egjipt. Edhe këtë ngjarje e kanë shënuar dietarët na për libra, mirë po kanë shkruar edhe gazeta domethënë atkuë. E çka ka ndodhur në vitet e 60 në Egjipt? Janë ankuë bujqit se si arat e tyre, domethënë po i hajnë krymbat bereqetin e arave të tyre. Mirë po, duke u merr njerëzit me këtë problematikë të madhe, se si krymbat nuk po lën kokër bereqeti, po e vrejnë se të një person nuk po hin krymbat. Pra në arën e filanit nuk po hin krymbat. Dhe pastaj e thirrin filanin, thonë, çka bën ti me arën tënde? Thot vallahi, thot në momentin e kurrjes thot e ndaj thot hisën zakatin që Allahu xhallahu ala ka bë obligim të farz. Thot e dha për të varfrit. Dhe 1/3 e ndaj për familjen time dhe pjesën tjetër e ruaj për me farbiz dhe për me mbjell tokën e vitin e ardhshëm. Dhe kjo ta kujton ngjarjen e asaj që u përmend hadith më herët. Dhe pastaj një person prej atyre që kishin ardhur dhe që i habiste kjo ngjarje çuditshme, e merr një deg dhe merr disa krymba i vendosën atë dhe i çon në arën e filanit, pra të ky që nuk fusnin krymbat, dhe pastaj në momentin që e vendosën në tokën e tij, atëherë fillojnë me dal krymbat,
edhe mu largu krymbat prej arës së tij. Wallahi nuk janë pralla vëllezër të nderuar, mirë po janë ngjarje realitet. Edhe disa prej tyre shohim edhe në jetën e përditshme. Sa herë ka rua Allah xhelalu ala ndoshta në aksidente të mëdha. Sa herë ka shpëtuar Allah për operacioneve të ndryshme. Sa herë Allah xhelalu ka rupi rreziqe që në mendjen një njëti e koj vdeksë të. Mirë po Allahu xhelalu ala të ka shpëtuar. Allah xhelalu të shpëton prej çdo rreziku. Allahu subhanahu wa taala të ruan prej çdo të keqe. Mirë po ne vëllezër të nderuar duhet ta kemi parasysh sadakan dhe lëmoshën kur jemi në këtë tokë dhe si musliman dhe të kemi rahmet për të tjerët e në veçanti për ata të cilët kanë nevojë. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ka ardhur në disa transmetime vëllezër të nderuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se sadakaja e mbron njeriu, pra mbron sadakadhënësin prej 72 të këqija. Pra 72 të këqija mshelen, mbyllen, pengohen vetëm për shkak të asaj që ke dhënë sadakon në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadakaja e zbut hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe njashtu sadakaja kur e jap në rrugën e Allahut xhelalu ala, është mirë ai që e jap mu lut atë. Por lutu për veten tënde ose për familjen tënde ose për muslimanët ose për hallet e dertet e ndryshme për arsye se në momentin e dhënies është koha kur pranohet duaja. Por Allah subhanahu wa taala pranon duan. Dhe kemi një ngjarje vëllezër të nderuar që subhanallahu kur e lexoj këtë ngjarje apo kur e tregoj këtë ngjarje, vallahi tham vëllezër të nderuar, sikur mos kishar nga dietarët e besueshëm, sikur ti mos i shor kjo ngjarje me zinxhir të saktë, kur nuk i shumë besue. Çka ka ndodhur kjo ngjarje? Kjo ngjarje tregon vëllezër të nderuar një prej dietarëve që e ka pasur emrin Imam Shevkani rahimahullah. E tregon vëllezër të nderuar për një plak i cili ka pasur emrin Zura, dhe i cili prej pasurisë së tij kishte ndërtuar një xhami në fshatin e tij. Kishte ndërtuar një xhami. Dhe thot për çdo ditë në xhami e ka quë një llam ndriçuese. Po kjo diku nga ndodhur para 200 vjetë. Po në kohën kur s'ka pas rrym. Dhe të njëjtën kohë thot ka marrë për çdo akşam buk me veti. Pra fshati i varfër. Edhe ka marrë buk që me ju dhonë fukarave, me ju dhonë nevojtarëve të cilët kanë qenë aty në xhamie. Dhe kështu ka vepruar ky për çdo ditë. Dhe çka ka ndodhur vëllezër të nderuar? Tha atë vende ka godit një thatësi e madhe. Edhe janë të paksu ujrat. Ta e kanë pas një pus, e kanë pas një bunar. Mirë po nuk ju ka pruar shumë ujë. Edhe ka vendos ky me 2 djemt e tij, pra ky plaku, me 2 djemt e tij ka vendos me fillu bunarin. Edhe pastaj duke fillu, i ka ardhur rani baba me nru djemt. Edhe posa që vendosen në fund të bunarit, don Allahu xhellahu ala dhe shemet bunarit. Edhe këto e nxa përfundri. Edhe pastaj këta 2 djemt thonë çka me veprua. A me nxjerr babën dhe me varros, a me lon këto letjet ky vorri i tij. Edhe vin përfundim se përderisa me nxjerr prej dhejët me vendos dhejët letjet ky vorri i tina. Dhe kalojnë ditë, kalojnë javë, kalojnë muaj dhe kalojnë vite. Dhe bëhen 6 vjet plota. Dhe pas 6 vjete 2 djem prap ankohen për ujë. Mungesë e madhe në veçanti shkëtir. Dhe që ndodh, fillojnë me e ha prap bunarin. Pusin njëjtin vend. Thot nëse gjejmë ndonjë ashtë të babës, atëherë e skejojna dhe vazhdojna me fillu bunarin. Dhe duke fillu, atëherë vinë të një dru që ishte mbeti pjartë. Dhe shikojnë nën të baba i tyre i gjallë. Pro thamë vëllezër të nderuar, po mos ishte me transmetues besueshëm kur si shumë besue. Mirë po njashtu, ehlu sunetit dhe xhamati beson kerametet. Po kerametet i dënë të thot ato nderimet që Allah i nderon disa njerëzi për shkak veprat mira që i bojnë ata sa në tokë, Allahu xhellahu ala i nderon ata me kësi lloj keramete. Dhe kjo është keramet për ta. Dhe pastaj e pyesin se si ke pas mundësimi e tu këtë. Thot pasha Allahun e madh.
thot dritën që e kum qu, thot në xhami. Edhe ushqimin thot që e bajsha gati për mjaftu, thot fukarave dhe nevojtarëve në xhami, thot i kum pasur këtë thot për çdo ditë. Prandaj për Allahun azza wa jall nuk është zor kurrë. Për Allahun xhelalu ala nuk është e pamundur. Allahu ka fuqi për gjithçka. Allahu subhanahu wa taala bën kerametet ata që i don. Mirë po, ata që dojnë Allahun subhanahu wa taala duhet gjithherë të jenë të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm në veprat e mira, e në veçantije me dha me dorën e tyre. Nga se ai që jap me dorën e tij do jetë në hijen e sadakos së tij në ditën e gjykimit. Dhe ai që jap me dorën e tij në ditën e gjykimit, Allahu subhanahu wa taala do e fut atë në hijen e arshit të tij. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: wa anfiqu mimma razaqnakum, thot dhe japni nga ajo që u kemi dhënë juve, u kemi furnizuar juve, min qabli an yati ahadakum al-maut, para se me arrin ndonjërit për jush vdekja. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, e pastaj ky me thonë agonit vdekjes: o Zoti im, sikur të më kishe shtyr dhe pak afatin e vdekjes, la asaddaqanna wa akum min as-salihin, që të dha sadak, edhe të isha kam për atyre të mirëve, edhe të isha bo për atyre të mirëve. Pra shpreson sadakon në agonit vdekjes, nga se vëllezër të nderuar në këtë moment kritikur e dërzë shpirtin, atëherë e vërin, kur ke dhonë dynjon ndonjëherë, e vërin vllojdarsh musliman se sot ndihmon sadakoja në agonin e vdekjes. Pa dyshim që Allah na ka tregu këtë, mos më na pas tregu Allah që thot ky në agonit vdekjes, ne s'ke shumujt me kuptue, mirë po Allah na ka tërgu se qysh njeriu e kërkan mu këthy me dhonë sadak një jetën e kësaj bote. Prandaj sadakaja të pështon këtë dynjon, të pështon për rreziqe me lejen Allah subhanahu wa taala, sadakaja të pështon agonit vdekjes, sadakaja të pështon natën e vorrit, bëhet dritë dhe argument dhe sadakaja të pështon ditën e gjykimit dhe hinën hijen e arshit Allah subhanahu wa taala. Prandaj lutem Allahun azza wa jall që Allah na bën nga ata të cilët dhom në rrugën e Allah subhanahu wa taala. E lutem Allahun azza wa jall që Allah na bën nga ata që kontribuojnë për xhamiat e Allahut. E lutem Allahun që na bën nga ata të cilët kontribuojnë për njëri tjetrin dhe kontribuojnë për situata të cilat muslimanët mundën mos provu. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون